kur i themi Zotit faleminderit, neve po bëjmë asnjë gjë tjetër, thjesht po japim vëndin që Zoti meriton. Në gjithë shkato, në gjithë shka falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Po unë personalisht them lutu kot. Zoti ka heq vizën kësaj, ka vënë kryq të kuq. Nuk pranohet kjo lutje. Në fakt ajo çfarë po ndodh është që unë i kam vënë vetë kryq. Asa Zoti zgjedh që kur mos i përgjigjet asaj lutje. Për besimi dhe dyshimi ose nuk e di si mund ta them, energjia, puna që unë i vendosem për atë lutje, a është e mjaftueshme? Apo i fusim një publicitet si punë e lajmeve ose filmit, që në mes filmit i thot një 20 sekonda publicitetet. Edhe ne, sa për të fokusuar nga shqetësimet, nga puna jon, i fusim një publicitet 20 sekondë si lutje Zot. Apo japin kohën që meriton dhe publiciteti dhe këto reklamat 20 sekondë që janë për shqetësimet dhe për problemet që neve i zhvendosim. Unë jam fajtori parë. Zoti na gjithashtu na udhëzon që ne të lutemi për paqe në kohë frike. Tek Filipianët, kapitulli 4, vargjet 6 dhe 7 thuhet: mos u shqetësoni për asgjë. Gjithë secili prej nesh sot ti s'jen të rrezik. Mos u shqetësoni për asgjë. A kemi ne këtë lloj mendësie në mendjen tonë, në marrëdhënien tonë me Zot? Koha që neve shpenzojmë në lutje tregon, më falni që po e them këtë, po është dhe për veten time, tregon se sa të maturuar neve jemi në Zotin.